Në Kosovë, deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmeti Bajrami, ka deklaruar se vendimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për biznese mund të rrezikoj vendet e punës për mbi 148.000 qytetarëve të vendit tonë. Në një lidhje direkte në emisionin Rubicon Mbrëm në Klan Kosova, Bajrami tha se rreth 1.300 bizneset e mëdha në vend përbëjnë rreth 50% të vendeve të punës në Kosovë, ku sipas saj janë rreth 148.000 të punësuar. Ajo theksoi se përqeshja që i ka bërë qeveria kërkesës së deputetëve të kësaj partie, duke thënë se në fakt ajo për të cilën lobojnë ata janë 1% e kompanive në Kosovë që janë korporata, nuk është e vërtetë. Ajo tha se po tentojnë të parandalojnë një valë të reinflacioni që mund të vijë si pasojë e rritjes së kostos së energjisë. Sipas Bajramit, rritja e shpenzimeve të bizneseve do të reflektohet në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, rrjedhimisht në çmime më të larta për konsumatorët. Një politikan e veprimtar i çështjes kombëtare